Përshëndetje të dashur miq. Unë jam Vera, shëruese dhe udhëfyesja juaj shpirtërore, dhe sot do të ndaj me ju një temë shumë interesante që ka të bëjë me energjitë e epokës së re dhe se si ne mund të lundrojmë në të. Nëse ju po ndjeni që situata të çuditshme janë duke ndodhur përreth, qoftë me kushtet klimaterike, qoftë me konflikte që mund të hasnin në lidhje me lidhje të ndryshme që ju keni në jetë. Dhe duket sikur shumë prej tyre po ndryshojnë, duket sikur ka diçka në mes që një lloj energjie që nuk po i lejon të jenë si më parë. Një re ndryshime në zakonet tuaja. Çfarë pëlqeni të vishni, të konsumoni, të shikoni në rrjetet sociale, apo të shndroni në to ose jo, të shndroni në natyrë apo jo, të ndryshoni vendin tuaj të preferuar dhe ju duket shumë e çuditshme. Të gjitha këto kanë të bëjnë me energjitë që janë duke ndryshuar në këto momente dhe kalimin në epokën e re. Nëse juve kjo temë ju ngjan interes, ju ftoj që ta zbulojmë së bashku se si të lundrojmë në të. Por si fillim njëherë, çfarë është epoka e re? Me epokën e re do të kuptojmë kalimin kolektiv të shoqërisë nga një vetëdije 3D në një vetëdije më të largë, siç është 5D. Ky kalim patjetër që do kohën e vet që të ndodhë dhe patjetër që ka ato turbulencat e veta, si çdo ngritje në një frekuencë më të lartë, patjetër që po. Dhe shpeshherë ne hasemi edhe me simptoma nga më të ndryshme për të cilat ne do të flasim. Por në vetvete ka të bëjë me kalimin nga mentaliteti ose frekuenca e 3D-s, që ka të bëjë me fokusin e gjërat materiale, që ka të bëjë me egon, që ka të bëjë me emocionet përgjithsisht negative, ose më saktë me frekuencën e të qenurit gjatë gjithë kohës në një gjendje mbijetese. Dhe që juve ju duhet të siguroni shtëpinë, po ju duhet të siguroni një punë, po të ardhura për të mbijetuar. Pra është gjatë gjithë kohës një gjendje mbijetese dhe gjatë gjithë kohës një gjendje frike, paniku, ankthi, sikur diçka nga më e papritura do të vijë dhe do t'ju sulmojë dhe ju do të jeni të përgatitur, pra është gjithë kohën në lëvizje, gjithë kohën në mbrojtje, gjithë kohën në gjendje mbijetese, pa patur kohë për qetësi. Dhe ne jemi duke kaluar në një frekuencë më të lartë, e cila esenca e saj në fakt është vetë dashuria dhe e cila ka në përmbajtje mirëqenien, pasurinë, prosperitetin, dhe që kjo pasuri dhe prosperitet në të gjitha nivelet, jo vetëm materiale, pra kalojmë te diçka më e paprekshme, nga diçka e prekshme tek më e paprekshme. Kalojmë tek pjesa që ne të gjithë jemi të bashkuar dhe ka pasuri për të gjithë, dhe ka mirëqenie për të gjithë, ka resurse për të gjithë, dhe ne nuk jemi duke bërë kompeticion apo duke konkuruar me dikë tjetër për t'i marrë diçka, sepse kemi atë idenë që nuk ka mjaftueshëm. Pra jemi duke kaluar nga një mentalitet mungese tek një mentalitet bollëku, tek një mentalitet që gjithmonë ka aty për çdo, dhe ne nuk kemi pse të konkurrojmë me të tjerët. Por ne bashkëpunojmë dhe ne jemi duke jetuar në komunitet, dhe ne jemi duke interaktuar me njëri tjetrin, duke ofruar këto emocione dhe duke marrë mbrapsht këto emocione kaq të bukura nga njëri tjetri. Dhe jemi duke kaluar në një lloj energjie që edhe duke qëndruar, ne jemi duke punuar, ne jemi duke bërë mjaftueshëm. Nuk ka nevojë të punosh më shumë se ç'duhet apo të punosh fort. Jemi duke kaluar te kjo lloj frekuence që të qenurit i qetë, të qenurit në një lloj frekuence qetësie, apo të veprosh, të dish kur të veprosh dhe të dish si të veprosh, është diçka e zgjuar. Jemi duke kaluar te kjo epokë e cila vlerëson më së shumti intuitën. Dhe nuk nisemi nga struktura të caktuara, jemi duke dalë jashtë strukturave ose ligjeve dhe normave dhe rregullave që mund të jenë vendosur. Dhe jemi duke kaluar tek zgjedhjet me intuit, tek zgjedhjet duke dëgjuar zërin e brendshëm. Dhe nuk po them që të bëjmë sjellje të pahishme ndaj të tjerëve, absolutisht jo. Intuita juaj asnjëherë nuk ju drejton që të bëni diçka që mund të lëndoj dikë tjetër. Asnjëherë kjo nuk mund të ndodhë. Kështu që nëse dëgjoni intuitën, patjetër që ajo dëshiron të mirën tuaj dhe të gjithëve përfshirë. Dhe ne jemi duke kaluar te kjo lloj frekuence që ne të dëgjojmë më shumë zërin tonë të intuitës.
duke kaluar tani te disa nga shenjat që dhe ju ta kuptoni nëse jeni të prekur nga këtë energji dhe nëse jeni duke bërë këtë kalim. Dhe në fakt duhet ta korrigjoj këtë sepse të gjithë jemi të prekur nga këtë energji, por jo të gjithë e kuptojnë. Dhe në momentin që e kupton, ti je në gjendje ta bësh kalimin. Por në momentin që nuk e kupton, të duket sikur çdo gjë rreth te po tundet, po shkundet, gjithçka është në lëvizje dhe gjithçka po shkon në një mënyrë të çuditshme, po ju duket sikur fati nuk është në anën tuaj. Të gjitha këto janë që juve të zgjoni dhe të kuptoni që keni një zgjedhje për të bërë. Por nëse ju nuk e kuptoni, ju do të vazhdoni në këtë lloj energjie frekuence. Sepse askush nuk detyron që të bëni këtë zgjedhje, askush në këtë botë. Vetëm ju jeni në gjendje ta bëni këtë zgjedhje. Në momentin që e kuptoni dhe në momentin që sillni këtë rrugë, patjetër që ka dhe kjo vështirësitë e veta, për jo si në të kaluarën as pak, sepse tani më e dini që jeni duke ndjekur rrugën e dur dhe çdo gjë vjen duke u përmirësuar. Dhe jeni të motivuar për këtë rrugtim që jeni duke ndërmarrë. Kështu që nuk mos mendoni që do të jetë vështirë. Sado që mund të ketë një turbulencë të vogël gjatë rrugës, sepse edhe avioni kur ngrihet lart, ai po arrin, mund ta mendoni si frekuenca, po arrin frekuenca më të larta për të shkuar aty ku ai duhet të jetë. Dhe momenti i ngritjes është më i gjatë, më i vështirë, sepse dhe ka turbulenca të shumta, sepse ai duhet që të shtyr fort për të arritur aty ku ai duhet të jetë. Në momentin që arrin në këtë nivel ku ai duhet të fluturojë, ai pastaj ka një rrugtim shumë të qetë, të bukur, në paqe, apo jo. Thjesht më erdhi ky shembull në mend. Atëherë, shenja që ju jeni duke përjetuar këtë kalim në epokën e re. Jeni duke ndjerë emocionet tuaja shumë thellë, ekstremisht shumë. Kur ja them këtë, e nuk kuptoj vërtet që jeni duke ndjerë emocionet tuaja si kur më parë. Janë amplifikuar në një nivel të tillë që ju po ndjeni vërtet shumë herë më shumë. Nga ana tjetër jeni të hapur edhe ndaj energjisë të tjerëve, kështu që mund të ndjeni shpeshherë të bombarduar nga gjitha drejtimet, mund të ndjeni mbi ngarkesë emocionale apo energjetike dhe ndoshta nuk e kuptoni këtë gjë dhe mund të keni dhimbje koke, emocione, frustrimi pa e kuptuar sepse se ndoshta nuk janë tuajat. Dhe për gjitha këto, unë do t'ju këshilloj teknika pastrimi. Unë kam bërë disa video në fakt se si edhe bimë të ndryshme mund të na pastrojnë, kristalet e të tjerë apo rituale nga më të ndryshmet, edhe meditimi, yoga, por që nuk do të ndalim këtu te kjo video. Nga ana tjetër, ëndrat tuaja mund të bëjnë të gjalla, mund të keni mesazhe të ndryshme në ëndra, kështu që duhet t'i kushtoni vëmendje dhe edhe ëndrat që mund të duken më pa lidhje, ndoshta ose të çuditshme, thjesht shkruajini, sepse në momentin që ju sillni ndërmend, do t'ju kujtojnë edhe më shumë. Është si të thuash po bëj zoom in në një foto dhe shikon edhe më shumë, sa më shumë e hap, ti pe diçka në fillim. Por sa më shumë fokusohesh aty, aq më shumë gjëra do të tregohen. Dhe aq më tepër kur i shkruani që patjetër që po e përforcon më tepër këtë mesazh, po ju ndihmon edhe më shumë që të dërgoni një mesazh në universin unë jam i e hapur për të marrë mesazhe në këtë lloj forme dhe për të komunikuar së bashku në këtë lloj forme. Apo për të marrë udhëzime të ndryshme. Nga ana tjetër mund të keni marrëdhënie të cilat nuk po shkojnë siç duhet me miq tuaj, me partner, me familjar, me të cilët keni qenë shumë të afërt, por tani më duket sikur jeni të huaj. Sepse ju po ndryshoni dhe nëse të dyja palët nuk ndryshojnë, atëherë ndodh ky hedeku që bëhet edhe më i madh dhe mund të ketë mosmarrëveshje. Nuk jeni më në njëjta frekuencë. Ne përrishim me frekuencë, kështu që nëse keni qenë më përpara njëjta frekuencë me dikë dhe çdo gjë ka shkuar shumë mirë, nëse ju filloni të ndryshoni secili nga ju, nuk ka rëndësi se kush, qoftë të ulet apo qoftë të ngrihet frekuenca e tyre, nuk jeni më në të njëjtën frekuencë. Dhe ndoshta mund të largoheni prej tyre, mund të ftoheni prej tyre, ose mund të kufizoni kontaktin me ta. Sado e vështirë të jetë, janë gjëra që nëse dëshironi të ecni përpara, patjetër që po, por nuk ju detyron askush. Ju mund të qëndroni në një frekuencë dhe ajo frekuencë e juaj që mund të jetë rritur do të ulet përsëri dhe ju do të vazhdoni të qëndroni në këtë lloj frekuencë me individin tjetër. Por nëse ju preferoni të vazhdoni në rutimin tuaj drejt paqes, dashurisë, intuitës, së bukurës, energjive pozitive, larg toksicitetit dhe larg energjive negative, patjetër që po ju duhet që të bëni disa vendime që ndonjëherë mund të duken paksa të vështira.
Një tjetër shenjë është qëndrimi në natyrë. Ju preferoni të qëndroni më shumë në natyrë ose pranë kafshëve, pranë të keni sa më shumë bimë, rreth e qarkush, por edhe të thjesht të qëndroni me librin tuaj, ulur në një pemë apo edhe vetëm diku në park, qoftë edhe në lokal, të qëndroni vetëm, duke lexuar një libër, duke bërë diçka që juve ju pëlqen dhe ju bën të ndjeni mirë, të rriteni personalisht, shpirtërisht, mendërisht. Këto janë shenja që ritualet tuaja ka ndryshuar, sepse ju po filloni të ndryshoni. Dhe këto rituale mund të jenë që nga më të thjeshtat te më të komplikuarat, që nga më të padukshmet te më të dukshmet. Mund të kemi të bëjmë dhe me ndryshime në dietë, ndryshime në ushqimet që ju preferonit, aq shumë t'i konsumonit dhe papritur preferonit të tjera. Pra është ky ndryshimi i të papritur si ju duket kaq i çuditshme që vërtet po ndodh kjo, ose një ditë zgjoni dhe thoni wow. Unë dikur ose deri para një jave bëja këtë gjë dhe sot jam duke bërë këtë gjë tjetër dhe duket kaq i çuditshme, por po, ju do të vazhdoni me këto rituale, zakone të reja dhe kjo është një shenjë shumë e madhe që ju jeni duke u prekur masivisht nga këto energji të frekuencës së botës së re dhe epokës së re. Tjetër mund të përmendja dhe simptomat të ndryshme në trup. Sigurisht nëse këto nuk kanë një shpjegim nga ana e mjekut tuaj apo një shpjegim fizik, pra nëse ju është si thua u vrava dhe po më dëm gjuri, patjetër po ka një shpjegim fizik, por nëse ju dëm gjuri papritur dhe nëse nuk ka një shpjegim tjetër, kjo është një lidhet me energjinë, lidhet me frekuencën. Nëse keni simptoma të ndryshme, dhimbje në trup, lodhje të shpeshta, rrahje zemre të papritura dhe të pakuptuara, mund të keni sy të veshur apo sy që ju djegin, dhimbje koke, janë të shumta simptomat. Apo të ndjeni energjinë brenda jush, të ndjeni ndonjëherë një nxehtësi që ju vjen nga brenda. Të gjitha këto, nëse nuk kanë një shpjegim fizik, po e theksoj edhe një herë, ka një shpjegim shpirtëror dhe energjetik që trupi juaj është duke u mësuar me akomodimin e këtyre energjive të epokës së re. Sepse siç e përmendëm, jemi duke kaluar në një frekuencë më të lartë. Dhe kësaj kërkon dhe më shumë ose energji të reja. Kështu që trupi juaj është duke larguar ose krijuar vend për këto energji të reja, duke larguar çfarë ka qenë e vjetër për të akomoduar të ren. Nga ana tjetër edhe mund të keni situata kur ju doni të ngriheni kundër padrejtësive, kundër gënjeshtrave. Nëse ju shikoni një situatë pa drejtë, nëse shikoni që ju po trajtoheni padrejtësisht dhe pa u respektuar dhe pa u trajtuar ashtu siç ju meritoni të trajtoheni, dhe ju filloni të thoni prit një moment, unë nuk meritoj të trajtohem kështu. Keni duruar për kaq shumë kohë dhe tani më papritur vendosni që mjaft është mjaft, unë tani më nuk e toleroj më këtë sjellje. Dhe kjo është pikërisht një shenjë shumë e madhe që ju jeni duke reaguar ndaj frekuencës së re që po ju bën të zgjoheni papritur dhe të shikoni realitetin me sy tuaj. Sado e vështirë të jetë, të shikoni të vërtetën ballë për ballë, sado e vështirë të jetë, dhe të zgjidhni ta ndiqni. Të zgjidhni të flisni të vërtetën tuaj dhe të flisni në momente që shikoni padrejtësi dhe të ngriheni për situata të ndryshme që ju duken të padrejta. Po çfarë do të thotë që ti jetosh në këtë frekuencë më të lartë? Dhe si mund të jetë realiteti jonë në këtë lloj frekuence? Është vërtet shumë bukur, është shumë i magjishëm, është i mrekullueshëm të thoja, dhe magjik dhe ndjeni që të të entuziasmuar, si një fëmijë i lumtur që mezi pret të përjetojë eksperienca të reja të bukura dhe shikon jetën shumë herë më bukur. Duket sikur nga errësira gjithçka po bëhet dritë. Është të vërtet diçka që nuk mund të shpjegohet me fjalë, por duhet të ndjehet. Dhe pikërisht kjo është ajo që ju mund të përjetoni në 5D. Do të kaloni nga e prekshmja tek e paprekshmja, nga e dukshmja tek e padukshmja, dhe do t'i besoni asaj. Sepse do të kaloni nga fjalët tek energjia dhe do të fokusoheni më shumë tek ndjenjat tuaja, nuk do t'i friksoni atyre, por do doni t'i ndjeni më shumë. Do të fokusoheni tek këto ndjenja të bukura, që për ju do vlejnë më shumë se sa çdo lloj pasurie e prekshme apo çfarëdo lloj shumë monetare që mund të keni patur më parë, apo ndoshta nuk e keni patur por e keni ndërruar. Këto do të bëhen ari dhe thesari juaj tani më, dhe këto lidhje të cilat janë zemër me zemër dhe ofrojnë po aq sa ju ofronin. Dhe janë kaq të bukura për të u përjetuar dhe thjesht të qëndroni në to. Kjo është ajo për cilën keni nevojë.
thjesht të qëndroni në këtë frekuencë dashurie, paqeje të brendshme. Dhe jo më mbietes, por ju keni gjithë kohën e mundshme që mund të mendoni. Nuk është se koha juaj po largohet tani më, apo ju jeni gjatë kohës në nxitim, sepse kam për këtë, sepse kam për shkuar këtu, kam për siguruar këto gjëra. Ju keni gjithçka që nevojitet. Dhe ka mjaftueshëm për të gjithë, dhe jemi duke jetuar të gjithë në harmoni me njëri tjetrin. Kështu ka për të ndjerë. Nga ana tjetër, qëndrimi në diell në mëngjes, pra të lejoni rrezet e tij t'ju zgjojnë apo të shikoni lindjen e diellit në mëngjes, do të bëhet esenciale dhe do të bëhet ushqimi juaj i preferuar, sepse do t'ju karikoj ashtu si as një lloj ushqimi tjetër nuk do të mund ta bënte dot, apo asnjë lloj gjëje tjetër në këtë botë. Sepse në fakt konsumojmë ushqim për energji apo jo. Por sa më shumë ju ta merrni këtë energji nga dielli, të rrisni energjinë tuaj natyralisht nga ritualet të bukura, s'do të keni më shumë nevojë për ushqim. Nuk do të keni më shumë nevojë për këto ushqime të rënda dhe do të shikoni që mishin, njerë që nuk bëhet fjalë, sepse ka të bëjë dhe me një temë tjetër që po më hapet tani, që edhe vetë mishi ka frekuencën e vetë dhe varet çfarë frekuencë ka patur përpara se të bëj gati për të gatuar, dhe ne duke konsumuar atë do ta kalojmë në trupin tonë, kështu që është një temë tjetër. Por do të filloni të duket shumë e rëndë. Do të fillojë që trupi juaj nuk do ta tresë më këto ushqime të rënda që ju keni konsumuar më përpara. Sepse keni nevojë për ushqime të pjekura natyralisht. Keni nevojë për ushqime më të lehta dhe me vibracion më të lartë, sepse vetë ushqimet kanë vibracionin e tyre. Çdo gjë në këtë univers ka një vibrim. Çdo lloj sendi, çdo lloj, edhe ne kemi energjinë tonë. Edhe ato që mund të duken që nuk marrin frymë, kanë energji, frekuencën e tyre. Edhe ne duke konsumuar këto do të bëhemi ajo që ne konsumojmë. Kështu që ne kemi nevojë për më shumë ushqime të lehta. Kemi nevojë për më shumë dashuri dhe këto natyralisht do të na ngrenë frekuencën tonë, natyralisht do të na karikojnë, nuk kemi nevojë të marrim më energji të tepërta. Dhe do të jetë gjithçka shumë e bukur në paqe. Gjithashtu do të thotë që të zgjedhësh veprime të vetëdijshme dhe jo në autopilot, siç kemi qenë duke vepruar në të shkuarën. Pra, në të kaluarën ju mund të keni bërë veprime të cilat janë dukur automatike, sikur thjesht si me telekomandë dhe ju jeni duke bërë gjëra rutinë ose ndoshta të njëjtën gjë çdo ditë, dhe sikur gjithçka po bëhet shumë e zymt, pa ngjyra dhe pa emocione, pa ndjenja. Ndërkohë që tani jemi duke kaluar në një lloj frekuence e cila na lejon ne të ndjejmë dhe nëpërmjet ndjenjave të veprojmë, nëpërmjet intuitës të veprojmë dhe të na drejtojë zëri i brendshëm, dhe jo zhurma jashtme, dhe jo struktura të cilat duhen ndjekur, të cilat ndoshta mund të kenë qenë valide në një farë periudhe, por jo më. Tani më gjërat janë duke ndryshuar. Dhe nëse ne nuk shkojmë me ndryshimin, është si të thuash në një rrym lumi apo lumi, po. Nëse ju shkoni kundra rrymës, do të keni atë rezistencën. Por nëse ju e lejoni këtë lloj rryme frekuencë t'ju çojë aty ku ju duhet të jeni, dhe të qëndroni të qetë që ta dini që intuita juaj po ju drejton në rrugën e duhur, atëherë ju vërtet do të drejtoheni aty ku ju duhet të jeni. Pa sforco, pa u stërmunduar, thjesht duke çliruar veten dhe duke besuar tek diçka që ndoshta nuk e shihni për momentin, por është aty dhe ndodhet brenda jush. Ju do të filloni të ndjeni veten tuaj ose të gjeni veten tuaj tek gjithçka që ju rrethon në natyrë. Do të filloni të ndjeni shumë të lidhur me kafshët, me natyrën, dhe t'ju duket sikur ju jeni një, dhe në fakt të gjithë jemi një. Dhe do të ndjeni vërtet shumë të lidhur dhe me individët të tjerë që do të bëjnë pjesë e jetës suaj të re. Sepse ne të gjithë jemi një. Dhe jo vetëm me ta, me të gjithë, dhe do të keni kaq shumë empati dhe kuptim dhe emocione të bukura për çdo, vetëm dashuri për çdo. Sepse duke qenë se frekuenca juaj po rritet, thamë që nuk ka më vend për emocione negative, për ndjesi negative dhe për frekuenca të ulta. Kështu që ju gradualisht do të fokusoheni vetëm te këto emocione të bukura. Dhe jo në një kuptim toksik, pra optimizëm toksik. As pak, ju do të ndjeni çdo lloj emocioni. Çdo lloj. E kam sinqerisht që edhe zemërimin, por do ta ndjeni të amplifikuar, do ta ndjeni jashtëzakonisht shumë në shpirtin tuaj, dhimbjen, çdo gjë. Por ju tani më jeni të aftë të zgjidhni
ku doni të fokusoni dhe jeni të aftë që ato emocione të cilat nuk ju përkojnë, nuk janë ju, ti lejoni të shkojnë, por ti ndjeni dhe është gjëja më e bukur të ndjeni emocionet, sepse ne vim këtu për të ndjerë emocionet, për të ndjerë gjithçka. Dhe duhet i shijojmë të gjitha llojet e emocioneve. Jo vetëm ato që ne ndojmë të bukura, të gjitha janë të bukura. Dhe duke sqaruar ato që ju e dini që jeni të lumtur për jetuat, ju mësuan diçka shumë të vlefshme dhe të vyer gjithmonë, ju mësojnë diçka dhe ato janë më të vyerat. Emocionet të cilat mund të jenë të vështira, por ju mësojnë shumë. Unë i preferoj vërtet shumë. Sado e vështirë të jetë rrugtimi, në fillim mund të keni pak frikë, por gjithmonë do t'ju lënë nga pas, mund të mendoni një çantë me thesare, që në këtë rast është njohuri, që ju më pas mund t'i përdorni në çdo lloj situate tjetër, me këto individ tjetër. Dhe të jeni aq të përgatitur në jetë sa që vërtet të ndjeni këtë lloj paqeje, prapë të lidhet tek paqja, paqe të brendshme që ju jeni të mbrojtur. Këtu dhe tani ju keni gjithçka që ju duhet, së jashtmi dhe së brendshmi, sidomos së brendshmi. Kjo do t'ju ndihmojë të qëndroni në esencën tuaj, dhe ne të gjithë jemi dashuri, ne të gjithë jemi paqe, lumturi, jemi frekuenca të larta. Kështu që pak nga pak ne do të shkojmë drejt esencës së. Por si të navigojmë tek këto energji të epokës së re? Ajo që unë këshilloj është pastrimi i përditshëm, apo sa herë ju e ndjeni se keni nevojë. Pastrim energjetik në kuptimin që të pastroni energjinë tuaj, por edhe trupin tuaj në fakt nga toksinat. Me disa pije të ndryshme, ujë, të pini sa më shumë ujë është vërtet i domosdoshëm, nuk ka rëndësi nëse e bëni ujë detoks apo jo, ujë. Dhe sidomos nëse e karikoni me qëllimin që ju të largoni këto toksina nga trupi. Dhe nëse e karikoni me qëllimin që juve t'ju karikoj me këto energji të fuqishme, aktivizimi dhe t'ju ndihmoj të rrisin vibracionin tuaj. Por edhe nëse e karikoni në hënë e plot, siç ne kemi folur, apo thjesht e lini ujin që të marrë rrezet e diellit dhe më pas ta pini, ju do të merrni të njëjtat kode, shëruese për tyre, aktivizuese nga dielli, aktivizuese në lidhje me intuitën tuaj sigurisht. Nga ana tjetër, pastrimi energjetik është i domosdoshëm, mund të përdorni Palo Santo. Besoj se unë ja kam treguar, përgjithësi po ju ja tregoj përsëri. Palo Santo, të cilën mund ta diqni dhe thjesht e kaloni në trupin tuaj, në krahun orar, apo në shtëpinë tuaj, Sherebela, për të cilën kemi folur tek videoja që unë kam sqaruar në lidhje me bimët shëruese, por edhe pastruese. Mund të përdorni kristale si selenite. Okej. Është fantastik në lidhje me rritjen e veprimit, t'ju ndihmojnë në lidhje me dëgjimin e intuitës, t'ju ndihmojnë me largimin e dhimbjeve të ndryshme muskulare, dhimbje kudo në trupin tuaj, siç përmendëm simptomat e ndryshme, t'ju ndihmojnë në lidhje me dhe mund ta mbani pranë, për shembull nëse jeni kyçi ta mbrani dhe të mendoni që po ju pastron energjinë tuaj, po ju lejon energjinë të kaloj lirisht. Ju ndihmon shumë të lidheni me veten tuaj të vërtet, me intuitën tuaj, me të vërtetën tuaj, edhe shumë të tjera si këto. Është shumë i mirë për pastrim, është universal të thoya. Sidomos se jeni në një rrugtim shpirtëror, është esencial për të patur. Dhe nëse ndjeni dëshirën, mos e merrni se ju tash unë apo dikush tjetër, vetëm nëse ndjeni së brendshmi që po ju thërret. Dhe si e kuptoni ju që po ju thërret, duke ndjerë së brendshmi që unë po ndjej që dua ta marr, ndjej një lloj tërheqje ndaj këtij kristali, dhe kështu ju mund ta bëni tuaj, sepse ndoshta dëshironi që të bëheni miq dhe të ndihmoni njëri tjetrin në këtë rrugtim. E shumë tjetër do të këshilloja është eliminimi i zhurmave sa më shumë. Edhe për këtë kam bërë një video, nëse dëshironi mund ta shikoni, se si të dëgjojmë intuitën tonë në botë të zhurmshme, ku gjithçka dëshiron që të bërtas për të dëgjuar, por zëri i brendshëm është kaq delikat, kaq i butë, sa që nuk mund të dëgjohet në zhurmë. Dhe nuk dëshiron të bërtas për vëmendje. Absolutisht jo. Përse duhet të kesh vëmendje kur gjëja e çmuar flet vet pa folur fare. Kështu që nëse ju eliminoni zhurmën e jashtme që ka të bëjë me rrjete sociale, ndoshta lajme të cilat janë përgjithsisht negative, njerëz toksik, ushqime toksike, pije toksike, e shumë të tjera si këto, nëse ju i eliminoni sa më shumë të mundeni dhe nëse i eliminoni fare aq më mirë, atëherë juve do të shikoni që vibracioni juaj do të rritet gradualisht, do ndjeni më të qetë,
dhe do të ndjeni më të lidhur me veten tuaj, me trupin tuaj dhe me intuitën dhe zërin e brendshëm. Nga ana tjetër, këshilloj shumë që të bëheni pjesë e një komuniteti. Jo më kot, kam krijuar të lloj komuniteti ku ju mund të bëheni pjesë e tij dhe me shpresën që t'ju ndihmoj në këtë lloj rrugtimi, t'ju udhëzoj nëse keni nevojë dhe të ndihmojmë njëri tjetrin përse jo, sepse tham që jemi duke kaluar në një vedi e komuniteti ku të gjithë ne jemi aty për njëri tjetrin dhe jemi të aftë dhe të gatshëm të ndihmojmë me atë që ne mundemi të bëjmë dhe dim të bëjmë më mirë. Kështu që përse jo, do të isha shumë e lumtur të ishit pjesë e komunitetit tonë. Jo më kot kam krijuar që ne të jemi të gjithë së bashku dhe të ndihmojmë njëri tjetrin që ju të mos ndjeni vetëm. Sepse duhet përmendur që në rregull ky rrugtim mund të dihet paksa i vetmuar. Dhe mund të dihet paksa se mos tek fakti që ju mund të largoni nga lidhje të vjetra dhe të qëndroni vetëm për disa kohë sa të akomodoheni si puna e avionit që tham që sa të largojnë të turbulenca. Është pakës vështirë, por duke qenë një komunitet që ju do dhe ju kupton, çdo gjë bëhet më lehtë, më e bukur dhe bëhet si një aventurë në vetvete. Dhe ajo që ju këshilloj shumë është në rastet që përballeni me diçka toksike apo me një situatë, me një individ, sepse kalimi nuk është i menjëhershëm. Dhe nëse ende ndodhen njerëz toksik apo situata toksike rreth e qarkush, ju këshilloj thjesht të merrni frymë thellë dhe të mos reagoni automatikisht, por të uleni me emocionet tuaja në trupin tuaj dhe të ndjeni çfarë po ndodh. Dhe të jeni të fokusuar që të ruani atë paqen tuaj të brendshme dhe të largoheni pa menduar që dikujt mund t'i ngelet hatri. Ju po i bëni një të mirë vetes tuaj për të tjerëve, duke qenë se ju nuk po reagoni që ta lëndoni tjetrin, por edhe veten tuaj po e mbani në atë paqen që ju po punoni kaq fort për ta ndërtuar. Dhe nuk mund ta lejoni që të shëmbet vetëm për diçka, për një gjë jo signifikante. Pra fokusoni tek gjërat që kanë rëndësi për ju dhe mos keni as turp të flisni të vërtetën tuaj, as frikë që të flisni vërtet atë që mendoni dhe ndjeni, dhe as disifaj në rast se ju thoni jo ndonjëherë apo në rast se ju preferoni të ruani të paqen e brendshme, të largoheni dhe thjesht të qëndroni në veten tuaj derisa të qetësoheni. Pra janë qita mëse normale, por është gjë e durë për të bërë nëse intuita juaj ju thot ta bëni dhe mos u ndjeni në faj, është për të mirën e të gjithëve. Për ta përmbyllur këtë video, sepse e di që shkoj pak zgjatë, nëse jeni ende këtu, shumë faleminderit që më dëgjuat deri më tani dhe jam shumë e lumtur që ju jeni në këtë rrugtim, sepse nëse ndodheni në këtë fazë të videos do të thotë që ju jeni prekur nga këto frekuenca dhe ju intereson dhe çdo gjë që ju intereson është në vibrimin tuaj, pra ju jeni në këtë lloj vibrimi, frekuence, duke kaluar në 5D dhe në këtë realitet të bukur. Do doja të dini që jam këtu për ju sa herë që ju të dëshironi dhe kur të dëshironi për çfarëdo gjë që keni nevojë, për të udhëzuar, për t'ju ofruar diçka që juve mund t'ju duhet në këto momente dhe ndoshta për të interaktuar së bashku përse jo në komunitetin tonë. Do doja të vjen në tjeni që kjo epokë nuk është larg, është më afër nga sa mendoni dhe gjitha ndodhet brenda jush. Dhe mos prisni që të shikoni një ndarje fizike. Absolutisht jo, sepse siç tham, po kalim tek e padukshmja dhe gjithçka ka të bëjë me frekuencën tani më. Dhe ne tërheqim me frekuencë, gjithçka në realitetin tonë është një pasurim i frekuencës tonë apo është në të njëjtin vibrim ose pothuajse në të njëjtin vibrim me ne. Dhe në momentin që ne ndryshojmë vibrimin, rrethanat, individët, gjithçka rreth nesh do ndryshojë. Pra kjo është ndarja ose kalimi që individët të cilët nuk mundën ta bënin dot këtë apo që nuk vendosën, ndoshta e dini por nuk vendosën ta bënin këtë. Janë arsye nga më të shumtat. Ata do të vazhdojnë me të njëjtat rrethana, situata, individ, marrëdhënie, si frekuenca e tyre dhe si ndoshta në të kaluar. Por nëse ju vendosni të bëni ndryshimin dhe nëse vendosni të rrisni vibrimin tuaj, do ndryshoni dhe ju rrethanat, individët dhe gjithçka tjetër. Dhe kështu do duken si dy botë të ndara, sepse tjetër gjë mendohet këtu, tjetër gjë mendohet këtu, tjetër gjë flitet këtu, tjetër gjë flitet këtu. Ndjesitë janë të ndryshme, emocionet janë të ndryshme, situatat janë të ndryshme, rrethanat janë të ndryshme. Pra kjo është më tepër ndarja në thonjza. Por mos keni frikë nga ndryshimi. Nëse ju përballeni me frikën dhe i kaloni atë, më besoni që vetëm gjëra të bukura kam pas, do të shikoni një version të vetes që nuk e dini që ekzistonte dhe që është kaq i bukur, kaq i fortë, kaq vibrant, kaq që shkëlqen dhe që
Nuk e dini që jeta ishte kaq e bukur për të jetuar, nuk e dini që realiteti ishte kaq i bukur dhe magjik. Dhe ky është një realitet shumë i bukur, i cili ju pret pasi ju përballeni me frikën. Dhe pasi ju thoni që intuita ime po më drejton. Është e frikshme, por unë po e bëj gjithsesi, sepse e di që intuita gjithmonë më drejton në rrugën e dur, dhe e di, e ndjej që duhet ta bëj këtë lloj veprimi, duhet të ndërmarr këto hapa, sa do e vështirë të duket për momentin. Shumë faleminderit edhe një herë që më dëgjuat deri më tani. Faleminderit edhe nëse ju vendosni të bëni subscribe në këtë kanal, në këtë komunitet të bukur që po ndërtojmë, për të mos qenë vetëm dhe për të informuar në lidhje me video të ndryshme që ne mund postojmë në lidhje me këto tema, në lidhje me spiritualitetin, shërimin holistik, në lidhje me mjete të ndryshme se si ju mund të shëroni veten tuaj për të qenë sa më të lumtur dhe në paqe, dhe kësaj për të jetuar në harmoni me veten dhe të tjerë. Shihemi në videon tjetër.